Harun er-Rashidi, prisi i drejtë. Harun er-Rashidi bën pjesë ndër halifet më të famshëm të periudhës së Abasidëve. Për të flitet edhe në tregimet 1001 net. Ka qenë dashamir i vërtet i artit dhe kulturës. Ka shpenzuar mjete të mëdha për shpërblimin e dietarëve. Ka qenë amator i muzikës, andaj në kohën e tij jetuan kompozitorët më të njohur. Gjatë kohës së Harun er-Rashidit, shteti islam gjendej në kulmin e fuqisë dhe të famës së tij, ndërkaq Bagdati ishte qendra kulturore më e madhe dhe më e njohur. Ky halif i madh në burrin e tij mblodhi filozof, poet, artist, arkitekt dhe shumë dietar të tjerë nga e tërë bota që njihej atëherë. Sipas monumentalitetit, në veçanti u dalluan xhamit, oborret, observatorët astronomik dhe punëtoritë. Bagdati kishte shumë biblioteka private dhe publike. Xhamit nuk shërbenin vetëm për faljen e namazit dhe për mbajtjen e ligjëratave, por edhe si biblioteka publike dhe salla leximi. Shkolla e parë e lartë që ajo Nizamie, e ndërtuar gjatë kohës së Arsimusit Nizamul Mulk 1065-1067. Universitetet e hershme evropiane morën disa përvoja të Nizamijes. Në këtë institucion të lartë shkollor ligjëroi edhe dietari i famshëm El Ghazaliu. Ibni Xhuberi, historian, kumton se në kohën e tij në Bagdad ka pasur afro 30 shkolla. Në një rrugë të Bagdatit kanë ekzistuar më se 100 librari. Duhet theksuar se në Bagdad u ndërtua fabrika e parë e prodhimit të letrës në vitin 794. Gjatë kohës së Harun er-Rashidit, në zyrat shtetërore filloi të përdorej letra. Në vend të pergamenit, deri në fund të shekullit të 10 në tërë botën e atëhershme islame, letra më ishte e vetmja në përdorim.